Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi buxhetin për vitin 2026 që përshikon një deficit që përputhet me 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto ose 636.7 milionë euro, njoftoi Ministria e Financave. Të ardhurat e buxhetit planifikohen të arrijnë 6.1 miliard euro, ndërsa shpenzimet totale projektohen në 6.7 miliard sipas një komunikate të Ministrisë së Financave. Në vitin 2026 pritet që deficiti buxhetor të reduktohet më tej, borxhi publik të stabilizohet dhe besimi investitorëve të forcohet, mbështetur nga përmirësimi i mbledhjes së të ardhurave, formalizimi i ekonomisë jo formale dhe përdorimi i kujdesshëm i fondeve publike, tha ministria. Buxheti propozuar parashikon rritje të prodhimit të brendshëm bruto me 3.8% dhe inflacion prej 2.5% në vitin 2026, sipas një deklarate të mëparshme të Ministrisë së Financave. Të dhënat e ministrisë tregojnë se Maqedonia e Veriut regjistroi një hendek buxhetor prej 415 milionë eurosh në 10 muajt deri në tetor, krahasuar me një hendek prej 375 milion eurosh në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky buxhet është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të stabilizuar ekonominë pas periudhave të pasigurta fiskale dhe ndryshimeve të shpeshta qeverisëse. Ai gjithashtu synon të shtojë investimet në infrastrukturë dhe shëndetësi, duke mbështetur rritjen ekonomike dhe stabilitetin makroekonomik përmes politikave fiskale të qëndrueshme.